532 aplikant, në 2025 ishin 536, ne parashikuam edhe një fond që të rritej po kështu. Mirë po duke u gjendur përballë 1219 aplikantëve, ne do të duhet që t'i japim një mesazh dhe përfitoj nga rasti ta them këtë sot, të gjithë atyre që kanë aplikuar që ne nuk do të kufizohemi tek ai numri i fituesve të parashikuar sipas shifrave të dy vitet të kaluara, por do të bëjmë një ekstra financim në javët që vijnë dhe do të financojmë edhe aplikues të tjerë mbi atë shifër, duke u munduar që të arrisim financimin po ashtu po aq sa që shritur dhe numri në proporcion, natyrisht me kushtin që të ketë aplikime të konsideruara nga Komisioni Përzgjedhës si aplikime me potencialin për tu mbështetur financiarisht dhe për tu zhvilluar më tutje. Në ndërkohë, këtu në Elbasan kemi 27 shkolla që kanë tani më laboratorët inteligjent, ku që në hapat e para fëmijët fillojnë hynë në botën e kodimit. Dhe këtu në Elbasan kemi dhe një personazh që nuk i merr kreditet e duhura për gjithë sa po flasim, që është Bora Muzhaqi, e cila për shumë kënd është një meme e famshme, por për mua dhe për rrugën e këtij programi është një protagoniste pa cilën ne nuk do kishim bërë shumë çka që bëm në hapat e parë. Dhe për këtë arsye dua që ta sjell këtu shembullin dhe kontributin e Borës, por njëkohësisht edhe ta nxjis Borën që të përdori eksperiencën e krijuar nga puna në këtë fushë për të nxitur, inkurajuar, mësuar sa më shumë të rinj në qarkun e Elbasanit që të bëjnë aplikimet e duhura dhe njëkohësisht ju nxis dhe juve që t'i qepeni Borës që t'ju ndihmoj për të kuptuar në rastet kur nuk ju funksionon aplikimi se si mund të bëni një aplikim fitues. Dhe në fund fare dua ta mbyll aty ku e filloi Ariani, me ato që dy çunat që prezantuan aplikimin e tyre të suksesshëm e quajtën fillim i hidhur, sepse në herën e parë nuk arritën dot të fitojnë. Ndodh shpesh për shkak se përgjithsisht ne dhe sidomos burrat shqiptar, sidomos djemtë shqiptar, jo aq shumë gratë dhe vajzat, të jemi humbës shumë të këqij. Humbësi i keq është dikush që nuk arrin dot ta pranojë se ka merituar të humbë një ndeshje, një garë, një sfidë dhe insiston në faktin që i thot imagjinata se i kanë bërë një hile, se dikush tjetër pa merit ju ka marrë atë që ju takonte, se këtu nuk i jepet asnjëherë merita atij që i takon, se këtu dikush dha para e se dikush tjetër dha fjalën për një krushqi, e të tjera, çka është edhe rruga për të vazhduar të jesh humbës.
Ndërkohë që humësit e mirë janë ata që i kthehen vetes edhe nuk rinë të gjejnë arsye pas arsyesh duke fantazuar ose nuk justifikohen me faktin që vërtet në një rast mund të kenë ndodhur që edhe të kenë humbur padrejtësisht, por motivojnë njëri tjetrin si skuadër për të bërë gjën e duhur dhe për të fituar në ndeshjen e ardhshme. Dhe për më tepër në këtë rrugë, parafituroheni se sa shumë konkurrencë do të ketë vit pas viti dhe sa shumë konkurrencë kanë në këtë botë, për të kuptuar se që të jesh tek pjesa fituese nuk është rregulli, po është përjashtimi. Dhe për të kuptuar se pastaj që të ndërrosh, që të krijosh një unikorn, duhet të jesh përjashtim i përjashtimeve. Por ama kjo botë është pikërisht e ndërrimtarëve që guxojnë. Dhe patjetër që nëse dikush ka një ëndër që shikon me sy hapur, e shikon sepse mund ta realizojë. Unë nuk kam parë ndonjëherë me sy hapur ëndrrën që të bëhem këngëtar, sepse nuk më ka ardhur ajo ëndër nga që s'ka pas kushte organizmi dhe mendja që ta prodhoi këtë ide. Por kur ti me sy hapur shikon që mund të dalësh në një maj, është vetëm çështje vullneti dhe force për të dalë. Se të gjithë shohin ëndra, po jo të gjithë i realizojnë. Sepse jo të gjithë janë gatshëm që të bëjnë të gjitha sakrificat që ëndra kërkon për të arritur që të lejojë ta prekësh. Dhe në botën e teknologjisë, të gjithë janë në të drejtën e tyre që të shohin ëndra të mëdha. Të gjithë janë në drejtën e tyre që të ndërojnë që të jenë Steve Jobs i radhës. Duke filluar nga Steve Jobs i shkollës, Steve Jobs i Elbasanit, Steve Jobs i Shqipërisë, e pastaj me radhë. Është normale fare. Por ama që mundësia për t'ia dalë sot, fal teknologjisë, është po aq e jashtëzakonshme sa dhe vetë shpejtësia e teknologjisë, është diçka që duhet të mos e harroni për asnjë çast. Dhe duhet ta mbani parasysh sa herë që mendoni se çfarë do bëjnë nesër. Dhe natyrisht tu flas për ata që kanë një talent në këtë drejtim. Dhe ju që jeni këtu, besoj që jeni këtu pikërisht sepse në një mënyrë ose në tjetër e dëshironi këtë fushë, besoni tek kjo fushë. Kështu që duke ju uruar shumë sukses atyre që kanë fituar, duke ju uruar durim edhe kurajo, edhe kokëfortësi atyre që nuk kanë fituar, duke ju kujtuar të gjitha vajzave që janë këtu të pranishme se numri i vajzave fituese në këto thirrje është rritur dhe vazhdon të rritet, ju uroj çdo të mirë, çdo sukses dhe uroj që ta ktheni Elbasanin në një vend që të tregohet nga larg si vendi i shumë startupeve dhe i shumë vajzave dhe djemve që krijojnë mirëqenie për vete dhe për qytetin, duke qëndruar besnikërisht këtu dhe duke dalë jashtë pastaj për qef apo për ndonjë qok romantike. Shumë faleminderit.